Profeti Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, ka thënë: kur ju përfshin trazdirat si copëzat të natës së errët, atëherë mbështetuni te Kurani, sepse ai është ndërmjetësues që shpije dhe mbështet, dhe dëshmues që konfirmon të vërtetën. Ai që e vendos përpara vetes, ai e udhëheq njeriu drejt xhenetit, e ai që e vendos Kuranin pas vetes, ai e çon atë në zjarr. Kurani është udhërrëfyes që tregon rrugën më të mirë. Ai është libër me shpjegime të hollishme dhe përfitime, dhe nuk është i kotë. Ka pjesë të dukshme dhe të fshehta. Pjesa e dukshme ka urtësi dhe pjesa e fshehtë ka njohuri. Pjesa e dukshme është e bukur, pjesa e fshehtë është akoma dhe më e thellë. Ka kufi dhe në kufit e tij ka përsëri kufi. Mrekullitë e tij janë të panumërta dhe çuditë e tij kurse si nuk plaken. Ai ka llamba të udhëzimit, dritë të urtësisë dhe është udhëzues për njohuri për atë që njeh atributin. Ai që e shikon me kujdes, shpëton nga dënimi dhe nga pengesat.